Shkrimtar të rinj e deri te ata më me përvojë u bashkuan në një garë letrare, e organizuar enkas për personat e verbër dhe ata me shikim të dobët. Pjesëmarrësit shpalosën rrëfime nga më të ndryshmet. Në errësirë, zemra bëhet dritë. Ajo është kompasi që të udhëzon edhe kur bota nuk ka konture. Secili prej tyre ishte një dëshmi e fuqisë së krimtarisë që nuk njeh bariera. Nga kjo garë ku morën pjesë 20 persona nga e gjithë Kosova, 5 prej tyre dolën fitues. Intuita ime është më shumë se një tramvaj. Omer Canolli me poezinë e tij të titulluar Syri i verbër fitoi çmimin e parë në zhandrin e poezisë. Unë ndjej dritën të zëri, e jo të syri i verbër. Prandaj ki kujdes se njoh mirë ngjyrën shterpër. Ti po më shesi i humbur, por unë jam në rrugën time, ku çdo gur që shkel më flet në gjuhë të fshet pa vështrime. Errësira s'më tremb, më bën më të fortë, se drita e rrem shpesh mashtron, e na çon në drejtim të kot. Poezi jam të kriju prej që 2 vjet dhe një mesazh për të gjithë është që të kur mos dorëzon dhe të mbajnë mend që të gjithë jemi të barabartë. Albisiona Hajdinaj u shpërblye me çmim të parë për vjershën më të mirë në brendësi të këndit natyror. Eseja Si të shohësh me zemër, e shkruar nga Uran Sylla, u vlerësua eseja më e mirë. Ndërsa Errësira më flet mua, e shkruar nga Besa Raci, u shpall tregimi më i mirë dhe Hata Kërleshi u shpërblye me vendin e parë për shkrimin e fjalëve të urta. Inspirimin ka ardhur prej të gjithëve që e kanë përshkruar natyrën si duket, sa herë i kom pyet, edhe tani mund ka ardhur inspirimi që me bën një vjerë si kjo. Unë ju them që pavarësisht çdo gjëje, mos u dorëzoni dhe vazhdojeni ëndrrën tuaj deri në fund. Inspirimi për këtë ese më ka ardhur për faktit që jam përballë me sfidat e jetës si verbër, dhe domethënë kjo ka qenë inspirimi për që kem ka shtypur me shkruajt më këtë ese. Pavarësisht sfidave, mos u dorëzoni asnjëherë. Sepse sfidat ju bojnë më të fortë, edhe jeta është plot sfida. Falenderoj bibliotekën që jam pjesëmarrëse e këtij aktiviteti, ndina e nderuar. Është hera e parë deri në këtë moshë, domethënë prej që kam pas probleme me sy, që jam bashku me komunitet tamen, domethënë moshën madhore, se kam pas edhe tjera herë takime me ta, po deri në këtë moshë jo, domethënë fal bibliotekës kam pas mundësinë për mi taku personat njëjtë me probleme si korona. Jam juriste diplomume, jam praktikante në gjykatën themelore Dega në Fushë Kosovë. Profesioni jam realisht nuk është poezita së thonjet e urta, po kohët e fundit kam fillu këgja shumë të mire me to, duke u bazu një jetën temë personale në sfidat e mia që çdo ditë hasim vështirësi trona këgja shumë edhe me njerëz edhe me komunitetet ndryshme, për shembull, se na shohin ndryshe prej të tjerëve, po ata që veç ju ka rasti me nejt me neve, e kuptojnë krejt një realitet tjetër. Kështu që na po dojna me një farë forme përmes poezisë me shpreh ato që na veç jena të e ndjim mrena shpirtit. Kështu që unë me fjalë turta ku marr pjesë me qëllim, për shkak se kohët e fundit kum fillu të shkruaj edhe poezi. Tash jam në prag të botimit të një libre. Se kum dash me marr pjesë në këtë aktivitet, arsyeja është biblioteka, domethënë syri im, mu për vetëm syri im, domethënë mu për vetëm kalon përshtypje shumë të mirë, presim më antarësu këto. Edhe ndihem shumë e kënaqur me stafin e bibliotekës dhe me gjithë komunitetin, kur jemi këtu bashkë, i ndajmë provojat bashkë, jemi të lumtur njëri me tjetrin, gjithsesi që realisht i kemi sfidat e njëjta, ballafaqqimet e njëjta me gjona tilla që çdo ditë hasim,
edhe me një parforme jemi ma me sportivitet, bojmë a i gore me njëri tjetrin, nuk e kena problem pse çka posojna, vden. Kështu që unë realisht sot i kom dedikuar edhe një shkrim bibliotekës së të verbërve. Unë e kam thonë që kjo bibliotekë për neve është shtëpia jonë e dytë. Kështu që është vlerë e madhe kur dikush e çon në vend shtëpia jonë e dytë. Besoj që biblioteka është të organizu mjaftueshëm, sepse shkaku që edhe ne kemi problemet tona, domethënë është edhe më shpesh është e pamundur, po gjithsesi çdo aktivitet që të organizohet shtesë, për neve është dituri më e madhe dhe mundësi më e madhe për më bashku bashkë, me njoftë njëri tjetrin, me shkëmbyer informata për njëri tjetrit, kështu që është kënaqësi e veçantë. Drita Meta, nga Biblioteka e të Verbërve të Kosovës, kërkon më shumë vedisim të institucioneve dhe shoqërisë që komuniteti i personave të verbër dhe me shikim të dobësuar të kenë më shumë mbështetje. Ky aktivitet në veçanti realizohet për të nxitur komunitetin e verbër, që të merren me shkrime, domethënë me leximin e librave, por edhe me shkrimin e librave, si dhe të vedisohet institucionet dhe njerëzit në Kosovë se komuniteti verbër me të vërtet ka shumë për të ofruar, mirë por vetëm ju duhet një trajtim i dinjitetshëm dhe një përkrahje në ato gjëra që atyre ka nevojë. Pjesëmarrësit thanë se kjo nuk ishte thjesht një garë, por një dëshmi e guximit, talentit dhe ëndrave që ndriçojnë edhe në errësirë.